Asalamu alaikum shikues të nderuar, mirë se takohemi sonte në emisionin ton të drejt për drejt ecim së bashku. Do të vazhdojmë rrugtimin ton pas Ramazanit me hoxhën Ekrem Avdiu që të flasim pikërisht sot kemi zgjedhur të flasim për ikjen e Ramazanit. Do të kuptojmë nga hoxha se si do të mund të qëndrojmë të fuqishëm pas Ramazanit gjatë gjithë vitit dhe si do të mund të bëjmë sa më shumë adhurime gjatë vitit në mënyrë që Allahu inshallah na mundsoj që të presim edhe Ramazanin tjetër. E pa humbur kohë do t'i dëshiroj mirëseardhje hoxhës së nderuar. Asalamu alaykum hoxh, mirë se ke ardhur. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoxh, si shkoi Ramazani? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Ramazani shkoi ashtu sikur se erdhi në një farë mënyrë na u duk se erdhi shpejt pas kalimit të Ramazanit të kaluar, mirë po iku akoma më shpejt se sa erdhi. Ajo që vërtet të bëm përshtypje gjatë bisedave me njerëz, posaçërisht me ata të cilët në Ramazan kanë qenë të zellshëm në kuptimin e ibadetit, pra kanë agjëruar, janë falur e kështu me radhë, është një përshtypje e të gjithëve pa përjashtim se krahas asaj që ka qenë kohë vere, kohë vape, ditë e gjatë, kështu me radhë, megjithatë ka qenë Ramazan, cilën e kanë përshkuar dy cilësi interesante. Lehtësia edhe ka qenë shumë i këndshëm. Pra Ramazani ishte shumë i lehtë edhe ishte shumë i këndshëm. Në përgjithësi, për cilin do Ramazan që të flasim të jetës sonë, nuk kemi të themi diçka shumë të veçantë për arsye se secili Ramazan e ka programin e vet. Duke pas parasysh për shembull atë me çka karakterizohet Ramazani, që është agjërimi. Agjërimi pastaj po ndikon drejt për drejt edhe po ndërhyn në një farë mënyrë drejt për drejt në organizimin e jetës të ditës së natës, duke patur parasysh iftarin, syfyrin e kështu me radhë. Dhe në këtë formë pra nuk kemi ndonjë gjë të re përveç aty në përjetimeve të cilat njerëzit në përgjithësi janë shumë të kënaqur me Ramazanin dhe kur them kështu, nuk është se po i përcjelli përshtypjet e tjerëve, këto janë përshtypjet e mia, mirë po e ndi veten shumë komod kur po them se edhe të gjithë njerëzit tjerë do të thotë kësaj janë ndi gjatë Ramazanit, besoj që edhe ju e keni përjetuar njëjtë. Në të vërtetë do duaj që teorikisht ta kuptojmë se Ramazani është një shans, është një ofertë e përfitimit të madh, prej të cilit neve do të dalim prap fitimtar në dy fusha kryesore. Të dalim të liruar edhe të shkarkuar nga barrët e mëkateve të ndryshme, gabimeve, të metave, rrshqitjeve, devijimeve, deformimeve në sjellje e kështu me radhë. E që në Ramazan është mundësia shumë më e madhe që njeriu të pastrohet prej tyre, duke e patur parasysh se intensiteti i devotshmërisë edhe i sinqeritetit rritet tek njerëzit dhe kësaj rritet edhe mundësia që ata të pendohen edhe të kërkojnë falje prej Allahut, ndërsa mëshira e tij e pakufishme gjithmonë është pranë njerëzve. Krahas ofertës që çdo natë Allahu i madhëruar të amnistojë njerëz nga mëkatet e ndryshme të cilat eventualisht mund të meritohet me to zjarrin, dëshkimi me zjarr. Dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme, pra që njeriu të lirohet edhe të shkarkohet prej barrës së mëkateve. Dhe aspekti i dytë është që njeriu të pajiset me një devotshmëri e cila detyrimisht do të reflektojë në praktik, pra devotshmëria ashtu sikur edhe sinqeriteti, ashtu sikur edhe besimi, edhe të gjitha gjërat të cilat e përbëjnë konceptin e Islamit, nuk janë thjesht pretendime ose fjalë ose deklarata, ato detyrimisht do të manifestohen me vepra. Dhe në Ramazan mundësia ishte shumë e madhe dhe edhe e dukshme, e prekshme që njerëzit bëhen më të devotshëm, më të zellshëm, më aktiv, falen më tepër, pastaj më solidare, kështu me radhë. E të gjitha këto pastaj janë një lloj trajnimi praktik për të rritur intensitetin e asaj devotshmërie. Dhe e vrejmë sikur edhe çdo Ramazan tjetër që një mori njerëzish që ndoshta startin e lidhjes së mirëfillt me Allahun fuqiplot në kuptimin e ibadetit e kanë pas në Ramazan, mirë po e vrejmë se vazhdojnë edhe pas Ramazanit. Dhe nuk dua të them me këtë në asnjë mënyrë që Ramazani ka qenë veç për sojt njerëzve, përkundrazi edhe për neve, për arsye se edhe ne nganjëherë kemi vrejmë edhe përjetojmë plagështit natyrave të ndryshme, edhe në këtë rast pra Ramazani ishte
ta quaj akumulimi i energjive të reja për të vazhduar me lejen e Allahut fuqiplot në drejtimin e duhur. Hoxh, me siguri vitin e kaluar shumë njerëz i patën premtuar shumë Ramazanit në aspektin e adhurimeve, që kur të vijë ky Ramazan që tashmë shkoi, do të bëjnë më shumë adhurime. Por jo të gjithë arritën të realizojnë të gjitha planifikimet. A thua, kush ka mundur të jetë pengesë në realizimin e këtyre planifikimeve? Bujar, sigurisht që shumica e njerëzve nuk janë kundër Ramazanit, madje edhe ata të cilët nuk shërbejnë, nuk praktikohen në Ramazan. Dhe sigurisht që në kuptimin deklarativ edhe verbal, shumica njerëz flasin po do të bëjmë kështu, mirë, po kur po vije koha që njeriu të dëshmohet në praktik, sigurisht që aty po vinë shprehje më tepër ngecjet, do të thotë, në këtë aspekt. S'ka dyshim që edhe në këtë Ramazan kemi patur njerëz të cilët kanë patur ngecje të kësaj natyre, dhe kur e trajtojmë këtë problematik, nuk duan asnjë mënyrë që të jap përshtypjen se jemi duke i bë gjykim ndokujt ose duke i ngrit akt akuzë, Zoti na ruaj. Përkundrazi, jemi duke e trajtuar një dukuri, absolutisht pa ndonjë tendencë që njerëzit të gjykojmë. Dhe e kam vërejtë se gjatë Ramazanit, pra, një kategori e njerëzve që s'paku në sytë tanë duken se janë të shëndosh, janë të fuqishëm, janë kështu me radhë, ata nuk agjeranin. Madje një gjatë tillë e banin haptazi, do të thotë e manifestonin haptazi mos agjerimin e tyre. Gjithsesi, secilit musliman i pengon një sjellje e këtillë, një manifestim i këtillë, mirë, po mua krahas kësaj edhe më ngacmonte për të menduar, a thua këta njerëz pse nuk agjerojnë. Dhe kam ardhur një përfundim edhe pse për shkak të etikës nuk kam mujt, edhe pse do të doja që të pyes njerëzit pse nuk agjerojnë, të njihem me arsyet e tyre ose me justifikimet e tyre, por prap po them për shkak të etikës nuk kam mujt me e bë një gjatë tillë, por mendoja, analizoja edhe kam marrë në përfundim se sipas gjitha gjasave ata e kanë patur një frikë, një fobi, një kompleks, një vezvese, thjesht janë tut prej ditës së gjatë, janë tut prej vapës, prej këtyre gjanave, edhe në një farë mënyrë nuk kanë arrit ta bindin veten e tyre që të vendosin për të agjeruar. Edhe unë mendoj se çelësi i suksesit në këtë drejtim është vetëm vendosmëria, nuk është pra as aftësia fizike, as forca, as gjendja shëndetësore, derisa është në suazat normale, se kam fjalën, jo, nuk po flas për rastet e smundjeve e kështu me radhë, as pleqëria e shtyrë e kështu me radhë, por vendosmëria është ajo e cila i bën njerëzit të aftë dhe të gatshëm që të ndërmarrin veprime të caktuara. Dhe tek këta njerëz kemi pasur nuk ka qenë evidente ajo vendosmëri. Përballë tyre kanë qëndruar një mori njerëzish me të cilët pastaj unë kam pas fërkime, kategori të ndryshme, duke filluar prej fëmijëve të vegjël, që juridikisht nuk e kanë obligim agjerimin, e që kanë insistuar që të agjerojnë dhe kanë agjeruar. Duke kalu ka të moshuarit të shtyrë në mosh, që gjithashtu disa syresh për shkak të gjendjes shëndetësore nuk e kanë patur obligim që të agjerojnë, megjithatë insistonin për të agjeruar, edhe te një kategori tjetër njerëz të smur me smundje jo të lehta, edhe me smundje kronike, e që në një farë mënyre e vreja se ishin shumë të vullnetshëm për të agjeruar dhe me disa prej tyre pastaj edhe pas Ramazanit jam takuar dhe i kam pyet si e kalove Ramazanin. Për shembull, njerëz me smundje të diabetit ose me komplikime tjera të tensionit gjakut e kështu me radhë. Edhe ka qenë një përshtypje e përgjithshme se shumë më lehtë e kam përballu smundjen time agjerueshëm, edhe pse ndoshta në pamundësi për me e përdor në rregull terapin, sesa që e përballoj jashtë Ramazanit. Njëjtë edhe fëmijët e vegjël, do të thonë kemi patur edhe në familje, edhe në rreth, edhe të njohshmit edhe kështu me radhë, fëmijë të moshave 10, 11, 12 vjeçar që kishim edhe një rast në festën e Bajramit, një fëmijë 7 vjeçar ishte këtu në emisionin e fëmijëve, rrefeu se si ka agjeruar pothuajse të Ramazanit. Shumë interesant. E këtu vret fakti që nuk është kjo çështje, siç e përmendet më herët, fizike apo e forcës. Veç është te vendosmëria. Dhe këtu do doja vetëm
për të mos e tepru me analizë të kësaj pune, do doja të thoja vetëm një gjë që mendoj se është interesant të thuhet. E ajo është se ai i cili vendos, ne vet personalisht, edhe unë edhe ti edhe çdo njeri mendoj në momentin që ka kaluar Ramazani, a qëndrojmë deri në mesditë pa ngrënë edhe pa pi, në asnjë mënyrë jo. Na kap uria, na kap etja, shumë natyrshëm. Mirë po, pse në Ramazan pra nuk ndodhte një gjë e tillë, vetëm për shkak se ne patëm vendosur të agjerojmë. E kur ne vendosim të agjerojmë, kur ne vendosim të bëjmë një punë që Allahu e ka kërkuar prej neve, atëherë atë pjesën tjetër të problemit, nëse bën ta quaj kështu, që është qëndrueshmëria jonë përballë asaj, rezistenca përballë atyre vështirësive, atë e merr përsipër Allahu fuqiplot. Dhe për këtë arsye ata fëmijë kanë agjeruar dhe ja kanë dalë, ata pleq, ata të smur, edhe asnjëri prej tyre absolutisht nuk kam dëgjuar dikujt të jetë përkeqësuar gjendja shëndetësore për shkak të agjerimit. Dhe po dua të them se nuk duhet të frikohemi, nuk duhet t'i konsiderojmë barr kërkesat fetare islame, atë që Allahu na e ka obliguar. Nuk duhet të konsiderojmë se është një gjë e rëndë për neve. Sikur të ishte e rëndë ose e pamundon, ose të ishte në ndamin ton, Allahu sigurisht nuk do të na e kërkonte. Mirë po është e mundur dhe është shumë e dobishme, dhe derisa ne vendosim ta bëjmë, atëherë hiç s'ka dyshim se Allahu i madhruar do të na ndihmojë që të dalim në krye. Kurështja më e madhe për të gjithë ne është, a thua vallë, Allahu e pranoi agjerimin tonë, i pranoi veprat tona gjatë Ramazanit. A mund ta dim një gjë të tillë? Po, në të vërtetë kjo nuk do të ngelet në nivelin e kurështjes, për shkak se ka të bëjë me ardhmërinë tonë, por duhet të kalojë në nivelin e brengës edhe preokupimit parsor. Të jemi shumë të brengosur dhe të preokupuar, a thua na e ka pranuar Allahu apo jo. Dhe unë mendoj se vetë ekzistenca e kësaj brenge dhe e këtij shqetësimi është dëshmi se ne kemi përfituar nga agjerimi. Për arsye se agjerimi e ka një objektiv madhor që e synon ta realizoj, që është devotshmëria, mirë po prapë edhe në kuadër të konceptit të devotshmërisë ekziston një objektiv madhor i cili gjithashtu realizohet nëpërmjet agjerimit, edhe ai është kultivimi i sinqeritetit. E tash derisa ne brengosimi, a thunë na e ka pranuar Allahu atë mund apo jo, mendoj se këtu sinqeriteti vjen në pyetje, edhe shpresa është shumë e madhe se Allahu do ta ketë pranuar. Nëse kalimthi dëshirojmë të shikojmë në manifestime praktike, vepra, gjendje, qoftë edhe shpirtërore, qoftë edhe disponim, atëherë sikur se thon edhe një pjesë e dietarëve, njohësve të mirë të islamit, thonë shiqoje vetëm pas Ramazanit, nëse je bo më i mirë se sa ke qenë para Ramazanit, atëherë shpresa është e madhe se Allahu ti ka pranuar ato veprime që i ke bërë gjatë Ramazanit. Edhe unë shpresoj se zotën ky është edhe synimi, nuk është synimi, e kam thonë disa herë, po e përsëris prapë, do të thotë synimi i Ramazanit nuk është që të prodhoj punëtor sezonal. Do të thotë që njerëz që adhurojnë Allahun një muaj, pastaj e harrojnë 11 muaj, ose njerëz që organizojnë jetën e tyre sipas udhëzimeve islame një muaj, pastaj që organizohen tërësisht 11 muaj, mirë po Ramazani dëshiron të prodhojë njerëz të kualifikuar për të vepruar mirë edhe drejt. Njerëz të trajnuar, të licencuar, të cilët më kur nuk kanë nevojë që të ritrajnohen sërish, por kanë nevojë vetëm të rifreskohen. Ky është pra synimi i Ramazanit, dhe ata që kanë mbetur në kursin e duhur, mendoj se atyre Ramazani u ka bërë shumë dobi edhe e kanë të pranuar, inshallah. Po ata hoxh që e donin shumë faljen, por për shkaqe të arsyeshme nuk arritën të bëjnë adhurime të caktuara në Ramazan, siç është agjerimi, pastaj qëndrimi në namazin e travive, pastaj ishte edhe namazi natës. Në këtë rast kemi këtë kategorinë e njerëzve për cilët ti flet, e që në të vërtetë i ka penguar smundja, lodhja, gjendja fizike nga bërja e asaj që do të dëshironin që ta bënin. Në këtë rast po e përmendi një hadith të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, i cili kishte dalur një ekspeditë luftarake, dhe duke u kthyer u thot atyre pjesëmarrësve, u thot janë disa njerëz në Medinë që ju nga do të shkoni, ngriteni apo zbritni, lodheni apo uriteni, ata janë bashkë pjesëmarrës me ju në shpërblim.
në merita. Ato u çuditën, thonë, si ka mundësi, thotë, për shkak se ata i ka penguar arsyeja. Edhe ne që kemi agjeruar, jemi lodhur, jemi falur, jemi uritur, jemi përballur me etje e kështu me radhë, ka disa njerëz që ndoshta këto nuk i kanë provuar mirë, por për shkak se i ka penguar arsyeja, unë shpresoj se ata të jenë të barabartë me neve në shpërblim. Pastaj është edhe ajo tjetra që e ka thënë i dërguari sallallahu alejhi wasallam, kur njeriu të sëmurret ose të udhtojë, Allahu do t'ia shkruaj veprat sikur i ka bërë kur ka qenë i shëndosh ose kur ka qenë në shtëpi të vet. E dim se udhëtari namazin për shembull farzin 4 rekat e fal 2 rekat. Njëjtë mundet edhe i sëmuri për shkak të gjendjes fizike, gjithsesi është fjala për sëmundje të caktuara, me shfrytzu këtë lehtësim. Mirë, po këtij i shkruhet tash sikur kur e ka fal kur ka qenë i shëndosh, sikur kur e ka fal kur ka qenë në shtëpi. Ose unë i vrej sot disa njerëz të moshuar vinë në xhami dhe falen ulur, falen në karrige. Edhe është gjë e mirë kjo, padyshim, edhe pse shumë prej tyre kanë rezerva, unë u them, madje nganjëherë edhe kam dëshirë ti me një fjalë pak edhe ti ngacmoj duke u thonë, çka ta merr mendja ty axh namazi yt sa e ka vlerën. Ti që po falesh ulur në karrik, sa e ka vlerën. Edhe njëri prej tyre i rudhi supet dhe më tha, vallahi nuk e di, inshallah Zoti ma pranon. I thash, namazi yt e ka vlerën e plot për shkak se ti kur je kon i ri, kur je kon i fortë, je fal në kam. Edhe Allahu ta llogarit namazin tënd sikur e ke bë atëherë kur e ke pas forcën, jo sikur e bën tash kur nuk e ke fuqinë. Dua të them me këtë se ngushëllimi atyre njerëzve qëndron prapë te dëshira e sinqertë e tyre, dhe ne kemi vrejt, mendoj të gjithë situata ndoshta edhe shumë prekse dhe emocionuese të disa njerëz prej tyre lot e kështu me radhë nga keqardhja, se nuk po mundën me agjeru për shembull, ose nuk po mundën me marrë pjesë në xhami, namazin e teravive ose kështu me radhë, se ato pjesë tjera, për shembull namazet obligative, ata nuk i diskutojnë. I përshkruan Allahu Azza wa Jalla në surën Tauba disa njerëz, ata të cilët thotë vinë të këti për me i marti me veten luft, e ti u thu s'kam me çka t'u marr, thot ata kthehen mbrapa, tawallu wa a'yunuhum tafidhu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Thot ata kthehen ty shpinën duke lotuar nga pikëllimi pse s'po kanë me çka të kontribuojnë. Para mendo, është një pasivitet, nuk është kjo ndonjë punë e madhe, pasivitet. Mirë, po Allah i madhruar këtë përshkrim e ka bërë të pavdekshëm në Kur'an, për çfarë arsye? Vetëm për shkak se ndjejnë keqardhje për një punë të mirë të cilën s'po mundën me e bë. Mendoj se kjo është një ngushëllim jashtëzakonisht i madh. Hoxh, ai mjafton besimtarit energjia që morin në Ramazan për tër vitin në vijim? Po, s'ka dyshim, për arsye se ajo energji është një energji e madhe, e cila pastaj çdo ditë plotësohet edhe pas Ramazanit. Sikur energjia fizike. Ne çdo ditë flejmë. Edhe nuk ka mundësi njeriu të thotë për shembull do të flej një javë për të qëndruar zgjuar 2 javë ose 3 javë tjera. S'ka mundësi, por çdo ditë një pjesë të kohës flen për të marrë energji. Çdo ditë ushqehesh për të marrë fuqi e kështu me radhë. Ramazani e jep atë forcën e përgjithshme, ndoshta më tepër në kuptimin e cilësisë. Ndërsa për vazhdimsi janë pastaj edhe ato stacione tjera ku ne akumulojmë energji edhe vazhdojmë më tutje mirë, po të kuptohet Ramazani si duhet, është i mjaftueshëm si burim energjie. Pastaj e kemi dëshminë e praktikës sonë ose përditshmërisë sonë, ku hasim njerëz të cilët ndoshta para një Ramazanit të caktuar, le të jetë ai ky Ramazan ose ai vitit kaluar ose i ndonjë viti i cili do të qoftë, ai absolutisht nuk e ka njoftur Zotin, absolutisht nuk e ka ditur as çka është namazi, as çka është halali, harami, kështu me radhë. Mirë, po në Ramazan ju ka dhëz llampa e ndërgjegjes. Edhe ka fillu të mendoj për kthim tek Allahu, e ka ndërmarr atë hap, edhe pas atij Ramazani ai më vazhdon si një njeri jashtëzakonisht i devotshëm, i përkushtuar, i përpekt, i mirë, i ndershëm e kështu me radhë. Ku qëndron madhështia e xhirimit të 6 ditëve pas Ramazanit? Qëndron te ndoshta te manifestimi më i mirë, i drejt për drejt, i gatishmërisë që ne të bëjmë punë jo thjesht vetëm në sezona të caktuara, por jemi të gatshëm të bëjmë ato kurdo që konsiderojmë se është mirë.
Pastaj qëndron edhe në faktin se i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thonë ai i cili agjeron Ramazanin pastaj e përcjell atë me 60 ditë të Shawalit, do t'i shkruhet sikur të ketë agjeruar gjithë vitin. E këtu mbi të gjitha e vrejm bujarin e mirësinë e madhe të Allahut fuqiplot, i cili shpërblen shumë. Paramendo një muaj që e ke obligim, edhe ajo që është obligim mendoj se nuk duhet njeriu të kërkojë dekorata për te. Megjithatë, prap Allahu shpërblen shumë. Edhe pastaj e pason me 60 ditë agjerim vullnetar që brenda një muaji ke mundësi edhe ti ndash. Për shembull, në javën e parë ti agjerosh 2 ditë, në javën e dytë 2 ditë, në javën e tretë 2 ditë, edhe ja u bën 6. Po prapë edhe për këto Allah i madhruar shpërblen sikurse ta kesh kaluar në agjerim gjithë vitin. Edhe kjo është një mirësi shumë e madhe padyshim. Po si mund të qëndrojë besimtari i fuqishëm që të jetë në vazhdimsinë e adhurimeve hoxh pas Ramazanit? Nëse e marrim në jetën e përditshme një shembull, e vrejmë se njeriu i cili është ngrit mbi shkallën e varfrisë, në momentin që i të bën pak të holla, ai përpiqet t'i ruaj ato. Pastaj përpiqet t'i kultivoj, ose kur bën ato pak më tepër, përpiqet që t'i investoj dikun për të fituar akoma më tepër. Unë mendoj se edhe njeriu i cili ka dalë nga Ramazani, duhet të ketë kujdes atë që e ka fituar të mos e humbas, të mos lejoj që ajo ti tretet. Sigur se thot Allahu i madhruar, dhe këtë ajet shumë dietare kanë përmendur si shembull, edhe pse ky duhet të merret shembull për çdo punë në jetën tonë, jo vetëm për agjerimin dhe Ramazanin. Fjalën e Allahut në surën An-Nahl, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Mos u bëni sikur ajo e cila gjatë gjithë ditës ka thurr, ndërsa në mramje ka shturr. E dim thurja, sikur se bojnë gratë, sidomos ato të moshuarat, është një veprim bajë i mundimshëm. Lyp edhe precizitet, lyp edhe nerva, edhe mund, edhe kohë, edhe kështu me radhë. Edhe paramendo tash brenda ditës se ajo shkon shumë ngadalë, arrin një sukses, në mramje e merr edhe e prish atë. Çka ka bë? Një lodhje të dyfisht të pafrytshme. Po jo vetëm mungesë frytësh, mirë po edhe humbje e madhe. Në këtë rast domethënë muslimani do të ketë kujdes prej kësaj. Hoxh, cilat janë porositë e juaja për shikuesit tanë pas Ramazanit? Duhet të vazhdojmë, duhet të mos e harrojmë Allahun, të mos e harrojmë gjithë ato punë të mira të cilat Allahu i kërkon prej neve, të mos e harrojmë sinqeritetin mbi të gjitha, për arsye se sikur se thash, agjerimi më tepër se çdo gjë tjetër kultivon sinqeritet, se njeriu edhe po deshi nuk ka mundësi të bëhet reklamues, se agjerimi është shumë diskret. E këtë sinqeritet është mirë të ruajmë edhe të aplikojmë edhe në veprimet tona tjera, edhe jashtë Ramazanit. Tani do shkëputemi për pak çaste, shikues të nderuar, tani bëjmë një shkëputje të shkurtër, më pas rikthehemi me telefonatat e juaja, qëndroni me ne. Vazhdojmë shikues të nderuar me pjesën e dytë të emisionit të sotëm Ecim së bashku, dhe nga ky moment tani linja është e hapur për ju, na telefononi dhe të na shkruani mesazhe, megjithëse tashmë kanë mbërritur shumë mesazhe lidhur me çështje të ndryshme të shikuesve tanë. Përderisa ne do të mirëpresim telefonatën e parë, do të vazhdojmë të lexojmë një mesazh që na ka arritur. Atëherë hoxh, një shikues apo shikuese pyet, thotë, a duhet së pari të agjërojmë shevalin apo borxhin e Ramazanit që kemi? Juridikisht ban edhe ashtu. Do të thonë ban të agjërohet shevali e pastaj borxhi të lihet për më vonë, juridikisht. Mirë, po më mirë është që të shlyhet borxhi e pastaj të merremi me gjëra vullnetare. Pra, si preferencë më mirë është që s'pari të kompenzohen ditët e mbetura me arsye pa u agjëruar, e pastaj sa del kohë agjërojmë edhe 6 ditët të shevalit. Kemi një pyetje tjetër që ka të bëjë me zeqatin, thotë, a duhet japim zeqat edhe për paratë që i kemi dhënë dikujt borxh? Po ti ato paratë që ja ke dhënë dikujt llogaritë se janë tuat sigurisht. Nuk ja ke fal, po ja ke dhënë borxh për me t'i kthyer. Edhe derisa llogaritë janë tuat, atëherë padyshim që do të më dhënë zeqat për ta. E tani kemi telefonatën e parë, mirëpresim, alo? Alo? Po i dëgjojmë. Po, ta mja vu 6 pyetje.
Cila është pyetja juaj? Pyetja, unë jam në mbullu një fali 5 kohë namaz. Po, Po, e kam qikën e modhe 12 vjetë. po, Edhe është shumë për lasdrohet, diçka mramje, nuk të të nëryshe veç ka me dalë mu hup, ka me dalë mu myt. Edhe u që për ora 8 edhe u dalë, unë shef, dhej, ora 5 këra mujtë më me gjithë, kisha pasër një trytje për jojdes, tani në ora 1 këna gjithë natës, nëryshe nuk të veç ka me dalë mu myt edhe ka me dalë mu hup. Natën e mirë. natën e mirë, faleminderit për telefonatën. Hoxh, çfarë mund të ketë kjo vajzë apo çfarë është këshilla juaj më konkretisht? Çfarë mund të ketë unë nuk e di, mirë po këshilla është që vërtet shohim se shumë e rëndësishme është me ditë se prej nga po vinë këto çrregullimet të sjelljes, sidomos tek fëmijët tanë. Është një mendoj është një konkluze e cila na përfshin, mos them të gjithëve, po shumicën prej neve si prindër që jemi, ne nuk komunikojmë sa duhet me fëmijët tanë. Nuk u afrojmë mundësinë dhe hapësirën që ata të hapen me neve, të rrëfehen për problemet që kanë, për shqetësimet që kanë e kështu me radhë. Edhe ato nëse shkojnë duke u thelluar në shpirtat e tyre, ato dikun shpërthejnë pastaj. Edhe ato shpërthime janë zakonisht këto çrregullimet në sjellje. Është mirë që të bisedohet me atë fëmijë për të marrë vesh se çka është ka e shqetëson. Nëse eventualisht vrejmë se nuk ka diçka shumë konkrete, atëherë ndoshta është mirë me i bë edhe rukje. Megjithatë ju si prindër edhe si familjar duhet shumë të jeni kujdesshëm, domethënë për arsye se fëmia në moshën 12 vjeçare ka shumë nevojë për kujdesje, edhe hiç mos me pas probleme. E lere ma që domethënë ajo vajzë pas ka probleme, çfarë janë ato nuk e di, domethënë kujdesi juaj duhet të jetë i shtuar. Kemi tani një telefonat tjetër, alo? Alo? Po, i dëgjojmë, urnani? Unë jam qurezi bite, vëkë me të shëndit. Faleminderit, keni pyetje? Jo, vëtë me të shëndit, Allah që përgjithë, ka më tjene i qëllime. Faleminderit, Allah ju shpërbleft edhe juve për telefonatën. Aleikum selam, atëherë do të vazhdojmë me një mesazh tjetër. Një shikues pyet me çfarë qëllimi janë ndryshuar radhitja e kaptinave në Kur'an. Unë mendoj se kjo pyetje duhet të formulohet, nuk është se janë ndryshuar radhitja e kaptinave në Kur'an, mirë, po duhet me thonë pse radhitja e kaptinave në Kur'an është ndryshe prej kronologjisë së shpalljes. Nuk kam përgjigje pse, mirë po është me rëndësi të dihet se renditja e ajeteve në për kaptina dhe kaptinave në renditjen aktuale të mushafit nuk është me angazhimin ose përpjekjen e dikujt prej njerëzve, mirë po është bë me shpallje. Domethënë është bë me direktivën e Allahut fuqiplot. Kur i lexojmë ajetet në këtë formë dhe kaptinat me këtë lidhmëri, e vrejmë se është një gjë e mrekullueshme dhe e kam thënë edhe një herë të kaluar, po e përsëris prap. Kjo është e madhështia e Kur'anit. Kanë zbrit ajete në periudhat ndryshme kohore, në rrethana të ndryshme, në vende të ndryshme e kështu me radhë. Pastaj janë rendit jo sipas kronologjisë së zbritjes, po sipas një rendi tjetër, edhe kur i lexon ti nuk mund të mos ngazllehesh me madhështinë e atyre ajeteve. Me të vërtetë është shumë madhështore. Shem nëse kemi telefonat do ta mirëpresim, alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Dashka një pyetje për hoxhan. Po? Unë vetëm programin e juve kam, tjerë programe kreti kam të shime. Dashka me ditën këto ilahita kanë muzikë. Ilahita kanë muzikë. Ndo këtë është haram, e dashka me ditën a kanë muzikë. E ki fjalën ilahit në PIS TV që i për, që transmeton PIS TV. Faleminderit për telefonatën. Hoxh, ju i dëgjoni ilahit. Unë po të këshyri ty. Mendoj se të dytë jemi baraz të thirrur me dhënë përgjigje, mirë po tipi i mirësisë për shkak se jam më i vjetër, po ma lën randin mu. Unë e di se këto ilahit që transmetohen në PIS TV nuk kanë muzikë. Se sikur të kishin muzikë, sigurisht në PIS TV nuk do të transmetoheshin. Atëherë do të mirëpresim një telefonat tjetër nëse është në linje, se duket ka ikur telefonata, do të vazhdojmë me një mesazh tjetër. A mund na shpjegoni, thot një shikues, pse Kurani lexohet në formë këndimi? Sipas gjitha gjasave,
sipas gjitha gjaseve, edhe kjo forma, mënyra e këndimit të Kuranit është transmetuar njëjtë sikurse edhe teksti i tij. Me thënë drejtën, nuk e kam shumë të studiuar këtë punë, mirë po të e pas parasysh, unë për shembull që pa të themi që 40 vjet më në mend që shtu kënohet Kurani, kur s'ka ndryshuar diçka melodia e tij. Tash para mendoj unë e kam mësuar pe prindet tem edhe ai një 4-50 vjet para meje sa ka majt men, ai piku e ka mësue kështu me radhë, kam përshtypjen se çështo edhe këndimi, domethënë është i përcjellur gjenerat mas gjenerate. Pastaj paramendos sa mos të them sa i mërzitshëm, mirë po sa ndryshe do të ishte namazi, sikur Kurani për shembull të mos këndohej, por vetëm të recitohej. Për shembull imami thonte Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Edhe sa më e këndshme është kur e këndon ato me ato zgjatime, me ato gjana. Mendoj se është diçka që për një mend i përgjigjet shumë fuqishëm Kuranit dhe mrekullisë tij. Shohim nëse kemi telefonat për inkuadrim, e mirëpresim, alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Në pyetje kam për hoxhën. Po? Kam një vonë që 2 muaj 2 javë. Po? Po zonë në kom thirrë që vesh do të kametin. Po sa thirë po zonë me kon gjumë gjithë qëhet edhe kon. Selam aleikum. Aleikum selam, faleminderit. Sa është thirrë zani vajza 2 muaj sheqan. Po. Fëmijët, sidomos në çdo 4-5-6 muajt e parë, për një mend kanë sjellje nganjëherë dinë me qenë shumë të çuditshëm. Për shembull, 6 muaj qanë shumë, mas 6 muajve bëhet sikur me qenë një fëmijë tjetër, shumë i urtë, edhe ana sjelltas. Nuk besoj që ka diçka shumë të veçantë që lidhet me ezanin. Ndoshta është rastësi sa thirrët ezani, ajo çohet edhe qanë. Tash unë sigurisht kisha thonë, a veç 5 herë në ditë qanë vajza jote, apo qanë më shpesh? Nëse qanë më shpesh, atëherë është rastësi pse po koincidoj ka edhe me kohën e thirrjes sezonit, mirë po qanë edhe kohëve tjera. Nuk besoj që ka diçka për me u shqetësu. Të shohim nëse kemi telefonat tjetër, alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Deshta një pyetje për hoxhën. Po? Është një afër me burrin tem, nëse specifiku, shumë i afër domethënë. Po? Dhe shpejton nuk pijet alkohol, nuk mohet, ai vjen me gotë alkoolit, edhe vjen shpejt në shembull pen. Edhe diçka mi thonë, thot nuk jena në Iran. Që të me vepru në shembull, që ka duhet, a kem gjuna në... E qartë është, falenderit. Deshta një qërjem. Tani hoxha do t'ju sqaroj, falenderit gjithashtu. Po hoxha. Shumë ka demagogji të një pjesë e njerëzve. Po them demagogji se po e kapi fillin prej një detaj që e përmendi shikuesja e nderuar. Ti i thu, o njeri, unë kam parime në shtëpinë time, edhe ka rregulla, në shtëpinë time nuk pijet alkohol, a i bën agresion në shtëpi, vjen me gotë alkoolit, vjen me alkohol, kjo është agresion, është sjellje jashtë çdo kriteri, edhe në fund çka nuk jemi në Iran. Është shumë e vërtetë që nuk jemi në Iran, edhe shqyr që s'jemi në Iran, jemi në Kosovë, mirë po ajo çka është parimore, edhe ajo çka ti si i zoti i shtëpisë, zoja e shtëpisë, konsideron se është e rëndësishme për ty, atë ti dush me ngul kom në atë çndrimin tënd. Edhe aty kush do të qoftë, pa përjashtim. Inshallah sasht po them në koftë edhe baba i burrit, edhe vllai i burrit. Bën me i thon, a din çka, te une me alkool nuk je i mirë se ardhur. Kur dojsh me ardhë me nejt, hajde bojrum, na të gostitim me çka na ka dhënë Zoti. Mirë po me alkool derën tonë nuk e ki qel. Edhe absolutisht as nuk është marrë me i thonë çështu, as nuk i gjina. Ai në shtëpi vet, pastaj le të organizon jetën e vet çysh don, le të pin alkool, e le të bën çka don. Mirëpresim një telefonat tjetër, alo? Alo, selam aleikum. Aleikum selam. Do është me abu një pyetje hoxhës. Po? I kom 2 Ramazana pa xheru. E do është se për shkak shtazanis. Kom qenë shtazanes, kom mujtë me xheru. E do është me po pyetjen, ç'sh muna mi kompenzu? E qartë është edhe kjo pyetje, faleminderit për telefonatën. Kompenzimi juridikisht prap po them
mundet me u derisa agjerimi, mos agjerimi ka qenë me arsye, atëherë të kompenzimi punë është shumë lehtë edhe shumë thjesht. Mundesh me zgjedh ditë të ndame, mundesh me zgjedh ditë e lehta, për shembull kur fillon me u shkurtu dita, atëherë agjeron pak më shumë edhe në këtë mënyrë, domethënë çysh lejojnë mundësitë i agjeron ato ditë që të kanë me të pa agjeruar me arsye. Kemi një telefonat tjetër. Jo, nuk kemi telefonat, vazhdojmë me një mesazh. Një shikues pyet, a mund të falet çdo ditë namazi i duhas dhe kur është koha e faljes së këtij namazi? Po. Namazi i duhas mund të falet çdo ditë, madje nëse dikush e aplikon, është mirë të vazhdojnë te çdo ditë, gjithsesi duke konsideruar se nuk është obligim. Është namaz vullnetar me preferencë nga i dërguari sallallahu alaihi wasallam. Por parimisht pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur e bante një punë vazhdonte në te, domethënë edhe këtu e gjejmë atë motivin për të vazhduar dhe lejohet me fal çdo ditë. Koha e namazit të duhas është pas lindjes së diellit, kalon një kohë derisa dielli ngritet. Ajo kohë është diku 15-20 minuta. Hajtë të themi 45 minuta. Ama për mendimin tim është rreth 20 minuta. Prej asaj kohe deri para namazit të drekës. Kemi një telefonat tjetër në vazhdim, alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Desha të pyetje për hoxhën. Po? Pyetja që agjeron pas Ramazanit, a është në çdo kusht me plotësu 6 ditë apo ka mundësi me 2 ditë, 3 ditë, 4 ditë apo sa mund të arrijë me agjeru gjatë muajit Sheval? E kuptoj pyetjen tuaj, faleminderit për telefonatën. Po, po, mas pari ato ditë edhe asnjë mos me agjeru, nuk jesim borxh kur gjë për arsye se nuk janë obligim. Nëse dojmë me arrit shpërblimin e plot, domethënë atë maksimumin e shpërblimit, është mirë të agjerohen 6, por për ndonjë arsye ka filluar dikush me agjeru edhe i ka agjeru 2 ose 3 ditë. Edhe për ndonjë arsye s'ka mujt me plotësu 6, për ato 3 ditë ka shpërblim padyshim. Vazhdojmë me një telefonat tjetër, alo? Nuk është telefonata në linje. Pyetja e radhës me mesazh hoxh, a prishet namazin në qoftë se çajm? Jo, nuk prishet nëse çajm. Posaçërisht kur e kemi parasysh se vaji të çarit është diçka të cilën ne nuk mund ta kontrollojmë 100%. Për këtë arsye do të thotë nëse posaçërisht nëse të çarit na vjen edhe për shkak të përjetimit të namazit, atëherë lemon që nuk prishet namazi, po përkundrazi është edhe vlerë. Telefonata e radhës është në linje, alo? Alo? Selam aleikum. Aleikum selam. E kam një pyetje për hoxhën. Po? Me kon ka drejt muslimani martesën prej farefisit edhe me kon nuk ka drejt. E qartë është, faleminderit. Hoxh, një pyetje rreth martesës. Domethënë, te çështja e martesës ekzistojnë disa ndalesa që zban me u martu, edhe këtë ajo pjesa tjetër mbetet e lejume. Ajeti, nëse zgaboj ajeti 23 në surën En-Nisa e përkufizon këtë punë, i kisha preferu shikuesës me e lexu edhe e merr vesh. Para telefonatës së radhës do të lexojmë një mesazh tjetër, si të veproj me një musliman i cili kohën para islamit e ka pasur shumë të shturur. Hoxh, para se të përgjigjemi kësaj pyetje, do ta inkuadrojmë një telefonat me që është në linje, alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Desha me apo hoxhë së pyetje? Po. Selam aleikum hoxhë. Wa aleikum selam wa rahmatullah. Allahu që thot inna Allaha yafsilu bainakum. A guxojna mi thonë që Allahu ka cilësin fasl që i ndan njerëz. E qartë. Okej, qartë. E qartë. Faleminderit për telefonatën. Aleikum selam. Hoxh, do të përgjigjesh më një herë kësaj pyetje apo? Po, jo, po i përgjigjem më një herë, pastaj e lexon mesazhin edhe një herë. Inna Allaha yafsilu bainakum. Allahu bën fasal ose i ndan gjanat mes njerëzve. Kjo është vepër e Allahut, edhe nuk mund të quhet si cilësi. Vepra dhe cilësia ka dallim. Domethënë nuk është vepër e Zotit, por nuk është cilësi e Zotit. Mesazhi ishte si të veprojmë me një musliman i cili në kohën para islamit ka pasur jetë të shturur. Prej formulimit pyetjes po e kuptoj se ai njeri pas ka pas jetë të shturur, ndërsa tash e ka rregulluar jetën e vet.
mendoj bojar që ashtu po kuptohet pyetja. Nëse është kështu, atëherë do të gëzohemi shumë që ka çasi njerëz. Jo pse kam pas njerëz të jetë shturën, mirë po pse ka njerëz që kam pas jetë shturën e tash janë rregulluar edhe janë drejtuar si duhet. Si ta trajtojmë, duhet ta trajtojmë si çdo musliman, tu e pas parasysh se njeriu kur heq dorë prej gabimeve, prej gjunaheve, prej devijimeve, edhe pendohet tek Allahu, kërkon falje prej tij, Allahu e fal. Derisa Allahu e trajton njërin me mëshirën e vet të pakufishme, atëherë edhe ne nuk kemi kurfar pengese me e trajtuar atë mirë. Pastaj sikur se thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, at-taubatu tajubbu ma qablaha, taubeja i shlyn ato që kanë qenë përpara. Allahu i madhruar në dy vende në surën at-taube thot fe in tabu wa aqamu s-salata fe ikhwanukum fi d-din. Nëse ata pendohen e fillojnë me fal namaz, aqamu s-salata wa atu z-zakata fe ikhwanukum fi d-din. Nëse ata pendohen, fillojnë me fal namazin, japin ata janë vllazërit tuaj në fe. Domethënë pavarësisht çka kanë bën të kaluar. Edhe ne njeriu e trajtojmë sipas asaj që është tani e nuk ja këshyrim të kaluarën e tij. Dhe kemi një telefonat tjetër në vazhdim. Alo. Selam aleikum. Aleikum selam. Disa me boni pyetje hoxhës që nesër për shembull vjen ditë e bardha të muajit Sheval. Me agjeru këto 3 ditë anxhen edhe ditët që mush me të tillë Ramazanin. E kuptoj këtë pyetje. Selam aleikum. Aleikum selam, faleminderit. Pra një bashkim. Po. Kur kemi të bëjmë me vepra vullnetare, agjerimi i ditëve të bardha është vepër vullnetare, agjerimi i Shevalit është vepër vullnetare, atëherë nuk prish punë që këto ditë me i bë, domethënë një vepër me disa njete. Me fillu dikush nesër me agjeru, nesër mas nesër edhe të hanën. Pavarësisht tani vazhdon mas të hanës, ai lën edhe 3 ditë tjera më vonë, nuk është me rëndësi, po duke qenë se këto janë 3 ditë e bardha, që preferon me agjeru, edhe e bën edhe me një të agjerimit të Shevalit, mendoj se e ka vlerën e veprës edhe vlerën e 2 njeteve. Vazhdojmë me një mesazh tjetër, një shikues pyet hoxh, a është haram me punu në diskotek? Pse s'ka pyet ai shikuesi a është haram me punu në kopsht? Ose a është haram me punu në minier? Ose a është haram me punu automekanik? Kur s'na vjen si pyetjesh, a është e vërtetë boja? Domethënë vetë pyetja e jep përgjigje. A është haram me punu në diskotek? Po. Vazhdojmë me një mesazh tjetër që na vjen nga Amerika, thotë cilët janë dispozitat fetare për gruan e cila dëshiron të ndahet nga burri për shkak se nuk shkon mirë me nënën time. Ndërkohë që regjia më bën me dje se kemi një telefonat që është duke pritur në linjë, mirëpresim, alo. Ka ikur telefonata? Vazhdojmë hoxh me përgjigjen. Po. Në të vërtetë bashkëshortët do të jenë të vëmendshëm se e kanë një përgjegjësi para Zotit fuqiplot. Për arsye se ata janë bë burr dhe grua me fjalën e Zotit, edhe me rregullin e ligjin e tij. Dhe është mirë që atë lidhje ta ruajnë. Nuk është lidhje që nuk ka mundësi kurse si me u shkput. Mirë po edhe nuk është mirë për gjithçka me e prunë në diskutim ose me e prunë në rrezik lidhjen martesore. Unë mendoj se për shkak se nuk ka konsiderat për nënën e burrit, mendoj se nuk është arsye për me u nda. Megjithatë këtu mund të ekzistojnë ndoshta edhe probleme shumë serioze. Ka njëherë, domethënë, komplikime të atilla që s'mundet me e çu për shembull me nënën e burrit ose nëna e burrit s'mundet me nusën me e çu e kështu me radhë. Ato mundën me u kompliku, mirë po tash nëse themi sipas pyetjes burri nuk po e konsideron veten si palë në konflikt, është mirë me intervenu për me i pajtua dhe me zbut problemin e jo me shku vetëm deri te ndarja. Po funit nëse ajo insiston që du me u nda prej teje për shkak të nënës tone, atëherë lësho burr mos e maj me zar. Kemi një mesazh tjetër, unë i respektoj thot familjen e burrit, por ai nuk i respekton as pak familjen time dhe prindërit e mi të cilët janë të moshuar. Ju lutem një këshill. Po këshilla është se gjithmonë njeriu duhet të ofrojë atë çka kërkon edhe çka pret. Nëse unë pres respekt prej teje, unë duhet të ofroj respekt ty. Nëse unë pres mirësjellje prej teje, do të jemi sjellshëm me ty. Nëse edhe kështu funksionojnë gjanat. Pavarësisht pse burri dhe gruaja janë dy njerëz më të afërt në këtë dunja. Por secili burr i bëhet shefi kur gruaja ja respekton prindrit. I ja këshyr kujdeset për ta, sillet mirë me ta, ju flet fjalë të mira. Tash e njëjta gjë është edhe me prindrit e gruas, edhe ti si burr
Domethënë duhet sillesh mirë me ta. Bile një vetën të privilegjuar që ata nuk presin hizmet prej teje si dhëndër që të kanë. S'ki nevojë më shku mi u qit çaj ose kafe ose kështu me radhë. Një herë në javë ndoshta kimi i papo çatëherë bile sillu mirë me ta. Prap jen avantazh, se nusja jote për prindrit tu kujdeset shumë më shumë, e ti veç me 1% të vogël ja kthen atë mirësi, domethënë kjo është një minimum në të cilin muslimani nuk guxon me ra. A më thon jo valla unë ti ma kshyr mu nonën e unë nonën tonë s'du me e pa kështu me radhë, s'është në rregull. Një pyetje tjetër, desha të di cilat janë dyert e xhenetit dhe cilat janë 3 gjëra që i bëjnë dobi njeriu pas vdekjes. Për dyert të xhenetit e dim se janë 8. Njërës prej atyre dyerve i adim emrin sipas asaj që ka ardhur në hadithin e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, që është dera Rayyan, prej ka hyn agjëruesit. Pastaj e dim gjithashtu sipas haditheve tjera se ka derë ka e cila do të thirrën ata të shqumit në namaz, të potencumit në sadaka, e kështu me radhë, mirë po emrat të dyerve tjera unë për veten nuk di. Dhe 3 gjëra që bëjnë dobi pas vdekjes. Ato nuk janë vetëm 3, po 3 kanë ardhur në një hadith. Në hadith kanë ardhur në hadith qëndron idha mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min 3. Kur të vdes njeriu, i ndërpritet pra rrjedhja e sevapeve për veprat që i ka bërë, përveç se prej 3 kanaleve. E ato janë sadaqatun jariyah, nëse e kalon një bamirësi, një lëmosh e cila është rrjedhse, domethënë e ke bën një punë, sa të përfitojnë njerëzit prej asaj ti çash ki sevape. Allahu nuk e këshyr sa të ka kushtuar ty, ajo ka mund të më qenë me një kosto shumë të vogël. Mirë, po mirësia e saj është e rrjedhshme, edhe sevapet për ty janë rrjedhse. Pastaj ilmun yuntafa'u bih, një dije që e ke lënë ti mas vetes edhe njerëzit ja shohin hajrin asaj dije. Çfarë do të qoftë ajo? Qoftë dije e fesë ose dije e dunjas, po megjithatë çka i ke mësuar njerëzit, edhe ata përfitojnë prej dijes tënde, sa të përfitojnë ata, domethënë ti ki sevap prej asaj, edhe waladun salihun yad'u lahu, një fëmijë që e kalon, që është fëmijë i mirë me kuptimin e plot fjalës, e që lutet për prindin e vet. Madje këtu do të më thonë se fëmiu i mirë i edukum, edhe nëse ai ndonjëherë harron me u lut për prindrit e vet, sa të bën ai vepra të mira. E ato vepra janë rrjedhoj e edukatës që e ka trashëguar pe prindërve të vet, aty ne u shkojnë sevapet. Tani kemi një telefonat në linjë, alo? Po, i dëgjojmë. Kam një pyetje për hoxhën. Po. Deshta me vet. E kum varet shembull edhe kum dëgju për xhallar fëmia ku lin kon, edhe arsyeja është ngacmon shejtoni. Gjithashtu njëre ku të vdek, dije që i ka dhimbje dhe pi vdekjes nëse ka njëra edhe kon edhe ka dhimbje shumë, i maltreton veten. E tash amu ta këshyr kështu pi larget, domethënë na kur po dalmi kit botë, po dalmi me munim. Ka dhe kur po asimi për kësaj botës, kur po hekmi, apet me munim. Tash kjo është një shenjë shembull se Allah që na kalon dënim neve që shembull Ademi ka bu gabim njëri i parë baba joni njerëzimit, as ka puna. Faleminderit për telefonatën, natën e mirë. Është vërtet se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që shejtani ngacmon foshnjën e sapo lindur dhe ai si rrjedhoja asaj çan. Edhe tjetra është shumë e vërtet se ka ardhur edhe në Kur'an, po edhe në hadithet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se përjetimet e vdekjes janë shumë të rënda. Tash nuk kemi këtu të bëjmë thjesht vetëm me ngacmimin e shejtanit, se njeriu kur don me vdek, shejtani nuk e ngacmon për meshtime çajit, po shejtani përpiqet me ngacmu për meshtime me bë kufër ose kështu diçka. Dhe është përjetim i rënd vdekja, bile thuhet se s'ka përjetim më të rënd në jetën e kësaj bote, nuk është as tortura, as gjymtimi, as më i rënd se vdekja. Mirë, po duke qenë se njerëzit nuk kanë mundësi ta rrëfejnë atë, se kur vdes njeri s'ka mundësi me komuniku me neve, me na kallëzu saran ish me vdek, megjithatë është si përjetim është i rëndë vdekja. Tash ne jemi në mes këtyre dy përjetimeve të rënda dhe kjo është dëshmia më e mirë se dunjaja komplet është sprov. Edhe dunjaja komplet është plot me të pakëndshme, plot me vështirësi, plot me gjëra të cilat të bëjnë me çajt. E kur jemi të vetëdijshëm për këto, do të më thonë shqyro Zot se kelon dunjan me karakter të përhershëm sikur ahiretin, po i kelon një kohë të caktuar. 50, 70, mirë, po dikur kena me dal prej kësaj dunjaje. E këtu tani duhet me përmend një gjë
që njëri prej dietarëve të hershëm e ka thonë në formë të poezisë, por e ka formuluar në mënyrë shumë të mrekullueshme, edhe unë mendoj se si urtësi na duhet neve të gjithëve. Ai thotë: "Waladatke ummuke ibn Adam bakiyan wan nasu hawlaka yadhhakuna surura." O biri Ademit, ka lind nana ty, ti duke qarë. Mirë po këtë njerëzit për rreth teje duke qesh nga gëzimi. Edhe kjo është realiteti. Çdo foshnjë që vjen në këtë dunjë, çan, mirë po njerëzit për rreth asaj foshnje, për rreth atij fëmijë, gëzohen familjarët e kështu me radhë. Pastaj vazhdon porosia. Thot fa'mal yawmi mautika. Puno për ditën e vdekjes tënde. En takuna idha bakau li firakika dhahikan masrura. Banu për atë ditë që kur ata të çojnë pse ti po ndash prej tyre ti më koni lumtur. Edhe i gëzum. A është e mundur kjo? Shumë e mundur është. Shumë është e mundur. Pse? Për arsye se sikur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në momentet e vdekjes, edhe pse kit për rrethina në kont pikllum, Fatimia radhiyallahu anha ka çajt për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kur e ka pa se sa rand po i vija agonia e vdekjes edhe smundja e vdekjes e kështu me radhë. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ngushëlluar dhe ka qetësuar, i ka thonë s'ka mas sodit s'ka më pas dhimbje baba jot. Edhe ka ardhur meleku gjë e jashtëzakonshme që i ka ndodhur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, si ka ndodhur tjetër kujt, apo do me jetu hala. Apo ki qef hala me jetu. Apo ki qef me shku në shoqërinë e lartë, çka ka thonë Belir Rafiq al-Ala. Jo, hiç më pikë këtu, çomni në shoqërinë e lartë. Këtu për çka isha, e përmbusha misionin tim. Kurani përfundoi së zbrituri, feja u plotsu, u rënjos, hiç më mu për këtu, se atje ku po shkoja shumë më mirë se sa këtu me najt me u përmeçat, që thot populli. E tash njeriu pra duhet ta ketë parasysh një gjatë tillë. Vije vdekja, njerëzit kanë me çajt për ty, të afërmit, dashamirët, shokët, familjarët e kështu me radhë, ama ti bën e punën që ti kur dalsh për kësaj dunjaje me qenë këtu. Tani kemi një telefonat tjetër në linjë, alo? Alo? Po i dëgjojmë. Alo, për dëgjene? Po. E kam një pyetje për një qitën. Po. E kam të burri e vjerria se dojnë, as i folin, as gjallit, as qiqës. Edhe për bajram e ka, si gjalli a vit me bo bajram e tove, i kanë bom bajram e tove. Tile ka gjina. E qartë, faleminderit për telefonatën, ndërkohë të nderuar teleshikues, tu do të bëjmë edhe një shkputje të shkurtër, më pas rikthehemi me pjesën e tretë të emisionit. Rikëthyem shikues të nderuar në pjesën e tretë të emisionit të sotëm të drejt për drejt ecim së bashku. Do të vazhdojmë me trajtimin e pyetjes së shikueses më herët. Hoxh, një shikues e pyeti për vajzën e saj, thotë vjerrit nuk e don atë dhe për këtë shkak nuk i flasin as djalit as nusës. Po, sigurisht që nuk është gjë e mirë. Edhe si shqetësim, do të thotë njerëzit e ngritin edhe e përjetojnë. Unë po mendoj se shpeshher po hasim komplikimet kësaj natyre edhe po vinë si rrjedhoj e një mentaliteti të deformuar. Pse për shembull nusën e djalit e konsiderojnë sikur me qenë e huaj. Ajo ka ardhur në shtëpitë juaj edhe tash ju duhet ta konsideroni ato sikur me qenë edhe është pjesë e familjes. Edhe prindrit sidomos, domethënë prindrit e djalit, kur kanë nusën në shtëpi do të më qenë shumë të kujdesshëm për arsye se ajo vjen prej një familje tjetër. Ndoshta është rrit një mentalitet tjetër në rrethana tjera. Ndoshta në familjen e vet ka qenë më e përgdhelun. Si ka ardhur radha as me bojzmet as kështu as ashtu. Kështu që duhet vjehra sidomos me trajtu si bien e vet edhe me mësue, me këshillue, me përmirësue, me ia dhënë edukatën e kështu me radhë edhe mundësisht pastaj me u kriju çato raporte për një mend me qenë sikur non e bi, ose sikur ajo me qenë bia e tyne, e jo me ardhë puna për shembull tani për shkak se nuk flasin me nusën, mos mi fol as djalit, sikur se tha ja ka bo praher bajramin, ata s'dojnë mi ja bo praher bajramin, a e kanë gjuna. Nëse këta nuk janë përgjegjës, nëse vajza jote edhe burri i saj nuk janë përgjegjës për këtë gjendje, se kanë shkaktu, nuk e kanë gjuna. Gjunojnë e ka ai që i shkakton konfliktet edhe përçarje. Kemi një telefonat në vazhdim, alo? Alo, një mama? Mirë mbrëma. Selam aleikum. Aleikum selam. Pata mja buhogjës një pytje. Po? Burrim shkan haxhi. Po? Unë jam një motër muslimane.
A bën kur shkon burri haxhia, kam drejt me dalë ajo? E qartë. E kuptuam pyetjen. A do të më nalë shpejt? E qartë. Faleminderit për telefonatën. Përpara kam thonë që kur shkon burri në haxh, gruaja s'do të më dalë për shtëpi deri të kthehet burri prej haxhit. Mirë, po kjo nuk ka kurfar baze. Domethënë, ajo që ka bazë, edhe ajo që është domethënë që është tamam islame, që i përgjigjet etikës islame, është ajo edukata e përgjithshme që gruaja do të më pas, një grua muslimane, secila grua muslimane do të më pas çeta. Burri do të më ruajt fytyrën. E pastaj në mungesë ti do të më u kujdes edhe për çka, edhe për pasuninë e tij, edhe për fëmijët e tij. Qito dy kushte plotësoj, nuk ka problem, ti ki nevojë me dal, ki nevojë me shku te nona jote, ki nevojë me shku në dyqan me ble diçka, ki nevojë me çu fëmin në shkollë ose te mjeku ose domethënë absolutisht nuk ka problem nëse ti del pe shtëpie. Vetëm se ato gjanat që janë të përgjithshme që i takojnë etikës së muslimanit me u respektu. Ajo që kanë thonë se s'bën gruaja me dal të kthehet burri pe haxhit, ajo s'ka kurfar argumenti. Kemi një telefonat tjetër, alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Do sa më apo hoqë të pyeti jam këtu me prenda dhe do sa a mundesh më ja shpjegoj prendet më më shumë për muzikë që s'bën me ngu. Se kur ja shpjegoj që nuk bën, këta thonë bën edhe me ngu muzikë edhe ilahi, bën edhe ashtu, bën edhe kështu. E sëm po më din, e tashi po thonë me ngu hoxhën, po do me ngu më mirë përgjigjen. Selam aleikum. Rregull, tani hoxha do t'i përgjigjet. Aleikum selam. Mirë po, në situatat këtilla unë më shumë u përgjigjem fëmijëve se sa prindve. Pavarësisht mos pajtimit se ju pas kit hap debat për një temë e cila është temë fetare, a bën as bën me ngu muzikë, feja e ka dhënë fjalën e vet. E ka thonë që s'duhet me ngu. Mirë po në këtë rast, fëmiu shumë do të me pas kujdes se si po sillet me prindërit e vet, edhe kur ka mos pajtime. Edhe kur ti e din se ti e ke mirë, e ata ndoshta se kanë kuptuar sa duhet, do thonë prapë sjellja jote do të më qenë në kulminacion. Po du me thonë se neve duhet të zhveshemi prej të gjitha atyne animeve të nefsit ton. Jo pse thashun e qështo dhe qështo do të me mbet, kush je ti fëmija jam me më kallëzu, qysh është kjo punë. Jo, ne për hir të Allahut fuqiplot do të me u mundu me gjetë çdo gjë çka thot Islami për atë punë. Posaçërisht çka kemi të bëjmë me ibadetet edhe çka kemi të bëjmë me halallin edhe me haramin. Edhe në këtë rast Islami e ka dhënë fjalën e vet për punën e muzikës, se nuk duhet dëgjuar. Mirë po prapë unë po fokusohen atë çka të sjellja e fëmijës me prindërit e vet, që kujdesi do të më qenë skajshmërisht i shtum, edhe në rast debati, edhe në rast se ti e ke mirë, e baba e ka keq, prapë mos lejo vetës me usil keq me te, ose me ngrit zonën, ose me debatu me mungesë etike, me mungesë edukate e kështu me radhë. Kemi tani një telefonat tjetër, alo? Mirëmbrëma. Aleikum selam. Desha me ty të hoxhën. Po? Ku punon Zvicër. Po? Edhe një Zvicëron se kom marrë 2.000 franga e kom marrë. Edhe një herë të për marrë shpe, 2.000 franga. Për marrë shpe e kom marrë. Po mirë po, mu ka marrë puna mos kom mund më kryt. E qartë. Se i pa të ndalë vitet, s'kom mund më kryt. Dhe s'po kam që mja kry parë, mu ka po pikë të haj, se si haram, Po. Mu ka po pikë mja kry atë parë, të mu më sërditje, dhe shka mu ka po azete. E qartë. Shka me bo? Edhe brengën tuaj, faleminderit tani hoxha do t'ju këshilloj. Hoxh? Tash kjo sigurisht ka mujtë me ndodhë shumë moti, po si do qoftë, ati që ja ke marrë paret, ati zviceranit që ja ke marrë paret, ishtë dashtë sigurisht, mi ja ditë emnin edhe mbi emnin. Nëse ja din emnin edhe mbi emnin, mendoj se pjesa e madhe e punës është e kryme. Për arsye se ka mundësi me e gjetë, ka mundësi me vënu kontakt me ta. Nëpërmjet telefonave, nëpërmjet internetit, Facebooku, mënyrat e komunikimit tash janë bë gati të pashtershme. Me ran kontakt me ta dhe me i kallëzoni, jam filan fisteku, jam aj
shqiptari, muslimani që ti pa ta marrë atëherë 2000 franga e që kur s'kom pas mundësi me t'i kthy, që thash po du me t'i kthy. Qoma numrin e kontos, edhe unë t'i qes në konto, edhe që shto kryen këto punë. Do më thonë, bënja hizmetin, ti me e gjetë atë njeri, me ranë kontakt me te, edhe me ja kthy, se ajo është haku i ti, edhe ti zbon me dalë para Zotit me atë hak se ngarkon vetën shumë. Po nëse nuk mund t'a gjej? Ja, do të me e gjetë. Do të me e gjetë, mos shkojmë ka ajo nëse nuk mund t'a gjej. E nëse për një mend e bën këtë ato, e s'mundet me e gjetë, masa ne le të pyet prapë çka me bë. Në rregull, atëherë do ta presim shikuesin në inkuadrohet edhe herave tjera të na. Thotë ja kam thua dhe i ka marrë, më ka falënderu. Inshallah, do ta mirpresim telefonatën tjetër nëse është në linjë. Po, alo. Aleikum selam. Ka mundsi dy pyetje për hoxhën? Po, ka mundsi, noni. Në gratë e pejgamberit alayhis salam, për çfarë të marrëtet e grave, thuhet se ajtën radiallahu anhu thotë se kanë Kur'anin para Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa mundet me shkën kjo se po një qarim vogël se bën. Dhe pyetja tjetër thotë, a lejohet ti kafe për femrat? A kanë praktikuar gratë e pejgamberit alayhis salam i kafe? E qartë është edhe kjo pyetje, faleminderit për telefonatën. Pyetjen e parë nuk e kuptova. Thuhet që Aisha ka mësuar Kur'anin para Muhamedit alayhis salam. Përmendsh. Qysh para? Kështu është. Nëse është para, e ka mësuar para ti, domethënë prej ti, çka ka të keqe këtu? A para ti në aspekt kohor, çysh ka mundësi? Kurani si ka zbrit Aisha, si ka zbrit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe të shkruam se ka pas, se me shkruam me lexues ka ditë, domethënë e ka pas të memorizuar kur i ka zbrit. Domethënë nëse para ti e ka mësuar prej ti, atëherë nuk po shoh çka ka këtu, domethënë për me u çudit ose çka ka të paqartë. A para për me nxon kjo, me memorizu, para se ta memorizoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo logjikisht është e pamundur me ndodh, edhe realisht e pamundur. Dhe para se të përgjigjemi pyetjes dytë, do ta inkuadrojmë një telefonat tjetër, alo. Selam aleikum. Aleikum selam. Desha t'ja bëj një dy pyetje hoxhës. Po? A është e lejuar të shikojmë dokumentar shkencor që kanë përcjellje muzikore? Dhe pyetja e dytë është rreth uljes së shikimit ndaj profesorëve të gjimisë së këndës. Faleminderit. Aleikum selam. Hoxhi itikafi për femrat. Po, nuk ka itikaf për femrat. Femrat nëse dojnë me bëj itikaf, bëjnë itikaf në shtëpi. E lojnë një vend të caktuar, thonë çto du me nejt për me bëj ibadet, me knu Kur'an, me bëj dhikr, me bëj istighfar kështu me radhë. Ndërsa me shku në xhami me bëj itikaf nuk ka. Dokumentar shkencor. Tash duhet ta kemi parasysh një gjë, muzika si tinguj, domethënë realisht jemi sprovu me to në gjithçka. Jemi sprovu përveç tjera edhe në telefonat që i mbajmë në xhep, edhe në media, edhe domethënë radio, televizione e kështu me radhë. Nëse ka diçka interesant në dokumentar, ndërsa ajo muzika e dokumentarëve nuk është muzikë që njerëzit çish më thon e ndigjojnë për të dëfryer ose për të arë këtu, unë mendoj se çaj pak muzikë besoj që nuk prish punë. Një këshill për uljen e shikimit para profesorit. Në të vërtet, ulja e shikimit ose rujtja e shikimit është një porosi kuranore që vjen shprehje tek gjinit e kundërta, pra është fjala, dhe në këtë rast mundet me hyj edhe studenti me profesorin, profesoreshën për shembull, ose studentja me profesorin ose kështu me radhë, patjetër se duhet me pas kujdes, domethënë shikimi me qenë thjesht për me shiku çka po shpjegon e kështu me radhë, më pas me kujdes mos me te i kalu atë dimenzion. Të kalojmë tani tek një mesazh tjetër, thotë çfarë të veprojmë nëse shefi nuk e lën punëtorin të falet? Nëse shefi s'e lën punëtorin të falet, ai punëtori duhet të falet. Nuk bën me leju me i kalu, me i koha e namazit. Ai shefi masanej le të merr masa, le të përzën pe punës atë punëtorin. E ky punëtori le të janë kohët Allahut. Do të thonë, nashta shumë vrazhd po e shprehi, mirë por na do të me i lënë gjonat me rrjedh natyrshëm e me pa se çka bën Allahu me ata njerëz që e kanë për një men. Ti po don me fal namazin edhe je i sinqert në atë, fale namazin. Ai shefi vjen çau bën, valla po fal. A thash mos më fal, po më the, po Zoti më ka thonë më fal. Dil prapë i punë, dal. Edhe si del, thoya Zot ky më çiti për punë pse u fala unë për ty.
Bëma ti muqarën tash. Edhe e sheti që ka bon Zoti me ti. Kemi një mesazh tjetër, thot I fali 5 vaktet, por familja e burrit kundërshtojnë ahiretin. Si të sillen me ta dhe a duhet të largohem kur veprojnë ata kështu, kur flasin? Kjo temë nëse është çaq e kanalizume me jaz, çaq e ndame që s'munësh me e te I kalu, atër mundësisht mos hynë në temë me ta. Për arsye se pastaj çdo debat mundet veç me edhe ata hynë gjuna ma tepër, po edhe ty mundet me të shkaktu dam. Ta prish zemrën në një farë mënyre. Do më thonë, nëse ki mundësi me përmirësu gjendjen e tyre, qoftë ti tu ju sqaru, ose duke dhënë ndonjë libër, ose duke, atëherë e ki obligim. Mirë po në përgjithësi, temat në cilat e sheset debati ose polemika pastaj, bëhet e pafrytshme, do të më ju ik aty në temave. Një pyetje tjetër thot tash të gjuna mbajtja e alkoolit në dyqan. Po, shumë gjuna është. Jo pak, po shumë. Vazhdojmë me një mesazh tjetër, thotë jam një grua që punoj dhe kam dëshirë shumë të jap. A është sevap ndihma e të varfërve? Padyshim që po. Allahu I madhruar çdo kujt, qoftë mashkull apo femër, që bën diçka për hir të tij, Allahu ja shumë fishon shpërblimin edhe I rregullon jetën me atë punë. Kështu që po, shumë është punë e mirë edhe me vlerë. Një mesazh tjetër, lutjet në sejdë duhet të bëhen brenda namazit apo mund t'i bëjmë një sejdë edhe pas namazit? Pyetje interesant. Kur flitet për lutjet në sejdë, është fjala për sejdët brenda namazit. Ndërsa të shfrytëzosh rastin, po e zom, je tunet edhe thu, valla du me lut diçka Zotin, të binë sejdë dhe të lutna, nështë ta mundesh me e bon na I herë, si rrethan, jashtë zakonshme mirë, po jo me e bon rregull për arsye se s'kemi argument për një gjatë tillë. Një pyetje tjetër, çka duhet të veprojmë nëse gjenazën nuk e zë varri? Shumë thjesht, do të me zgjonu varrin. Do thonë s'ka zakonisht ata varmjekësit, edhe kjo punë është e rregulluar, domethënë është e rregulluar shumë natyrshëm. Për shembull, kur e porosit njeriu, valla ka vdek një kështu, e porositin varrin. Nëse është foshnje, ata varmisit e dinë, valla ka vdek një fëmijë që kaq, ata e hapin një varr për foshnje. Nëse është burr I madh, e hapin për, domethënë, me ditë. Kalojmë tek një mesazh tjetër, thotë burri nuk më përkrah as pak në familjen e tij. Çfarë këshille më jepni? Burri nuk më përkrah as pak në familjen e tij, kjo është diçka shumë e përgjithshme, se s'po muj me e kuptu çka ka ndodhur. Apo të rrehin ata e ky s'po të mbron, apo të shajnë ata e ky s'po të përkrah, apo çka është në pyetje për me ditë se çka, sidoqoftë, një burr I cili nuk e mbron, nuk I del zot gruz vetur, nuk e di pse I thot vetes burr. Do të thonë shumë burri është përgjegjësi kryesor për gruan e vet. Para çdo kujt. Do të më pas kujdes. Kemi tani një telefonat që është në linjë, alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Desta me vënë një pyetje vëtës. Allah ju ndëroj për këtë menëzjan. Desta me vënë një pyetje vëtës. Nëse kom fillu me lezu në librin e fikut, edhe kam një dy sote që ju bëj disa shpjegime, a kom gjëna. Për sot ditëve, në ka edhe një pyetje tjetër, për sot ditëve, në ka për pyetja e parë nuk është e qartë. Në vërë punës, alja? Të lutem përsërit edhe një herë pyetjen e parë, pastaj kaloj tek pyetja e dytë. Unë nëse kam fillu me lezu në librin e fikut, edhe I kam dy soqe afer vetit në vend punës, kam fillu me ju shpjegu ka diçka, a kam gjëna? E qartë. Edhe tjetërën, para disa dita, në ka sotën një qanë në bërë fabrikës. Unë kom sonën ato I shkonë mirë me shtinë në mbëj. A kom bu gabim? Në rregull, faleminderit për telefonatën. Pyetja e parë a kom bo gjëna, pyetja e dytë a kom bo gabim. Në të dy pyetjet përgjigjja është jo, as ke bo gjëna, as ke bo gabim. Domethënë aty në dy shoqeve që ju shpjegon ti diçka që lexon edhe mëson edhe din për vete, në mënyrë që edhe ato me përfitu prej asaj që ti po mëson, jo që s'është gjëna, po përkundrazi ti ki sevap për atë punë. Edhe ato që ju ke thonë atë qenin me shtin dhe që ka cof, ma mirë është me shtin dhe se me lon
domethënë me u prishë pastaj me u infektu dikush ose kështu me radhë. Të kalojmë tani tek një mesazh, thotë për shumën e kursyer prej 800 eurove gjatë vitit, a duhet të jap zekat duke pas parasysh se marr edhe rrogë gjithashtu? Nëse kursimi I ki veç ato 800 euro, ato nuk e mbrin nisabin e zekatit. Pavarësisht pse ti merr rrogë, ti mundesh me marr rrogën 10.000 euro në muj, po në fund me i harxhu 9.950 euro. Me të veç 50 euro për rrogës. Pastaj mund tjetër 50.000 merr, e këti harxhan, e kështu me radhë nuk ki zekat. Do thonë për të hyrat e për qarkullimin nuk jepet zekati. Zekati jepet për ato kursime bash. Mirë po 800 euro shumë e vogël për me dhënë zekat, do të ma shumë me kanë. Kemi një mesazh tjetër që flet gjithashtu për zekatin, thotë nëse gjatë tregtisë si shitës ambulant ka mbetur mall në vlerë të parave 500 euro me çmim të shumicës, a duhet të jepet zekati për të? E njëjta është përgjigjja. 500 euro është sasi e vogël. Një pyetje tjetër thotë çfarë sevape ka për ngritjen e duarve në namaz? Nëse është fjala me rastin e shqiptimit të tekbireve fillestare, shkumjes në ruku e ngritjes nga rukuja, sevapi është se po e praktikon një sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A mund të falen femrat në makinë përderisa makina është në lëvizje? Kjo nuk do të më bëj pyetjen a mund të falen femrat, do të më thonë a mund të falet namazi. Si për mashkull si për femër është njëjtë, nëse ka arsye, po e zom, janë duke udhëtu, edhe koha e kalimit namazit po afrohet, mundësi me u ndal s'ka për shkak se bie shi ose arsye tjetër, atëherë falën makinë nuk ka problem edhe nëse makina është në lëvizje. Kemi një pyetje tjetër, si bëhet sevisejdeja? Sevisejdeja bëhet në fund të namazit, varësisht, domethënë dietarët kanë dhënë mendime të ndryshme për kohën edhe mënyrën e bamjes së sejdës. Disa kanë thënë bëhet në fund para selamit, disa kanë thënë bëhet mas selamit, disa e kanë bën ndamjen, kanë thënë nëse ke mungu diçka prej namazit, ke lënë diçka mungu, e bën para selamit, nëse ke shtu e bën mas selamit plus jep selam prap mas aty në dy sejdëve. Një pyetje tjetër thotë e prish abdesin premja e thonjeve, flokëve, roja e mjekrës dhe larja e dhëmbëve me brush. Jo, nuk e prish asnjëra prej këtyre. Atëherë njëkohësisht hoq kjo ishte edhe pyetja e fundit për emisionin e sotëm. Të falenderojmë që ishit me ne. Ishte kënaqësi bujar, posaçërisht pas një shkputje e bukur të gjatë, gati një muaj e gjysmë që kemi pas, sigurisht që na ka mungu emisioni, më ka mungu shoqërimi me ty, me pyetjet e shikuesve tanë. Inshallah Zoti na mundson me u taku gjithmonë. Për hajër. Faleminderit shikues të nderuar. Këtu arritëm në fund të emisionit të sotëm, ecim së bashku. Faleminderit që na ndoqët. Mirupafshim javën e ardhshme. Deri atëherë, selam aleikum.